16 vjeçari Antonino Mullisi është kampioni më i ri i vllaznisë së Shkodrës në kampionatin kombëtar të peshqitjes që u zhvillua në Durrës. Urime Antonino, i kishte me këtë rezultat ka shpremtuar si i kënaqur? Po, jam shumë i kënaqur. Më garova në peshën 61 kg në garën e të rritunve. U shpalla kampion. Bana 122 shputje me 151 shtytje. 16 vjeç dhe konkurron me të rriturit. E keni të vështirë apo jeni ambientuar të shme? Jena ambientuar se është viti 2 që dalë kampion me të rritunit. Profesori juaj, trajneri personal Artur Lagja, shfaqet shumë i kënaqur dhe premton për të ardhmen një rrugë të gjatë në sportin e peshqitjes. Si janë marrëdhëniet me profesor Lagjin? I kënaqur me stërvitjen Po, jam shumë i kënaqur me profesorin, edhe falenderoj shumë. Edhe premtojmë medaljen botërore. Tashmë rruga juaj në peshqitje ka filluar e suksesshme, se nga të rriturit, por edhe me ekipin kombëtar, po tashmë jeni bërë protagonist dhe shumë shpejt jeni në Peru, do të jeni në kampionatin botëror, që është shumë i rëndësishëm. Në çfarë peshe do të konkurroni? Nuk e kena përcaktuar ala. Forma sportive duket optimale? Po. Sepse edhe në procesin servitor, pam sikur tentuat edhe të thynit rekordin kombëtar në palestër, pra duket që jeni krejt afër edhe rekordit. Po. Në Peru, konkretisht, mendoni që mund të ktheni nga Peruja me medalje? Shpresojmë se po. Tim të reshet botë. Të treshën e botës. Po. Një premtim me të vërtet ambicios dhe shpresojmë të realizoni Antonino suksese në botërorin e Perus. Shumë faleminderit.